Rasti Ermal Beqirit është modeli tipik se si në Shqipëri bëhesh miliardere dhe duke e filluar me xhepat bosh, por duke marrë tender nga qeveria, bashkitë, agjencitë e institucionet shtetërore nëpërmjet njohjeve, lidhjeve dhe pazareve për ndarje pjesësh me titullarët. Pa patur fabrik, biznes ndërtimi, hotele, ferm, resort turistike, asnjë lloj biznesi prodhimi, Ermal Beqiri u bë miliarder nëpërmjet tenderve që i ka dhënë qeveria me urdhër të Edi Ramës, me styre dhe titullar të drejtësisë kundrejt pazareve, vlera e të cilëve është 124 milion euro gjatë viteve 2018-2026, vetëm nga parku teknologjik Fantazm Durana Tech, i krijuar në letra formale nga qeveria në Xhaf Zotaj, e që nuk ekziston, ka të dhëna nga BKH se Ermal Beqiri ka mbledhur 85 milion euro nga kompanitë e regjistruara në këtë park teknologjik Fantazm e parajs fiskale për të mos paguar detyrimet tatimore, doganore e asnjë lloj takse për 20 vjet. Në dosjen e timorit të SPAK thuhet se përveç lidhjeve me krerët e pushtetit dhe klientelizmit reciprok me ta për të garantuar tenderët, Ermal Beqirit janë llogaritur e dhënë tenderët me fonde limit dhe vlera e kontratash 2-3 herë më tepër se kostot reale. Në lojën e tenderve, Ermal Beqiri u fut pas ekspertimit teknik fals të videos Meta Prifti, që shpëtoi Ilir Metën, dhe u fut në tepsinë e madhe të tenderve miliona euro të akshit nëpërmjet ndikimit të Ergjys Agasit e kryeministri Edi Rama. Me miliardat që ka marrë nga shteti nëpërmjet tenderve, Ermal Beqiri u bë aq i pasur sa ka bler vila luksoze, flot jatesh e skafesh turistike në Shqipëri, Greqi, Itali, Maltozi, Kroaci dhe ka bler kështjell në Francë, ka krijuar flot me avion privat në Sloveni, ndërsa shteti, që i ka dhënë miliarda lekë Ermal Beqirit me letra tenderësh fiktiv, nuk ka bler asnjë avion për të çuar zjarret, nuk ka bler skafe për shërbimin kufitar detar, nuk ka bler ambulanca për 25 qytete, nuk ka bler pajisjet e shërbimit jetik në spitalin onkologjik dhe shumë mangësi të tjera. Për shembull, gjatë viteve 2017-2026, në vijën bregdetare Ksamil Velipoj, janë ndërtuar 117 resorte, hotele dhe komplekse vilash e pallatesh, vetëm me financim nga miliardat e tenderve që pronarët e tyre kanë marrë nga shteti, pa llogaritur ato që janë ndërtuar me miliarda të drogës dhe korrupsionit. Dhe drejtuesi i SPAK Lodian Braho deklaroi para mediave se Ermal Beqiri ka shumë pasuri luksoze brenda dhe jashtë Shqipërisë, të cilat, siç është e vërtetuar, i ka bler me miliardat e tenderve fiktiv që i ka dhënë qeveria.